Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar këtë trion e famshme, Stelina, Ina dhe Casey. Pa marrë parasysh që natën e mbrëmshme u diskutua shumë, u përfol shumë, u komentua shumë marrëdhënia në fakt e Stelinës, e Caseyt, marrëdhënia e Inës. Edhe pse Stelina tha që do t'i vënte murin kësaj marrëdhënie, por siç ndodh në fakt në të vërtetë, nuk mundesh t'i vësh murin një dashurie që ti e ke në zemër, nuk mundesh t'i vësh murin një njeriu që ti e do, nuk mundesh t'i vësh murin në një personit që ti e ke në shpirt. Dhe kështu në fakt ishte edhe marrëdhënia e tyre mbrëm. Tani Ina mbrëm mori një goditje. Mendoj një goditje të merituar nga ana e Selinës, sepse Ina vetë përzjodhi që të futet brenda një formati siç është Big Brother, duke e luajtur rolin e vajzës që dëshiron të shkatron një çift. Tani këto role janë role jashtëzakonisht shumë të dhimbshme, do thoni ju pse. E para njëherë do me thënë nga këto lloj rastesh ne kemi dëgjuar shumë histori. Dëgjuam historinë e Alma Arazit në Shkodër që u vetëmbyt së bashku me fëmijët sepse arsyeja ishte një vajzë e cila kishte hyrë në lidhjen e tyre. Dhe cila është gjëja më e mallkuar në botë, do me thënë cila është gjëja më e urryer në botë. Gjëja më e urryer në botë është të shkatërrosh një dashuri, të bësh mes i një çifti. Pa marrë parasysh, a kanë qenë, as kanë qenë në lidhje, ato kanë qenë çift. Tani, më e bukura e Inës është që të kërkoj falje Stelinës, edhe të mundohet që të ri sa më larg Caseyt dhe jo të luaj këtë rolin e vajzës e cila futet në shtëpi dhe unë do ta marr burrin. Do me thënë është një fenomen i shoqërisë shqiptare realisht që ekziston çdo ditë, do të thënë ka shumë vajza që futen në një marrëdhënie me pretekstin të ta marrun burrin të jetojë lumtur për vetja, ndërsa unë mendoj që një mashkull asnjëherë nuk mund të jetojë lumtur me një dashnore, duke e patur gruan, sepse gruaja i jep familje gjithçka. Në këtë nuk e kemi këtë raportin, do me thënë kemi një raport krejtësisht ndryshe. Tani, Selin mbrëm e ofendoi Inën dhe këto ofendimet janë të rënda, me thënë drejtën, nuk dua që t'i aprovoj, ti je një femër që flen në rrugëve, ndërsa kjo tjetra ofendon ti je një femër që flen me një burr të martuar. Tani, unë dua që t'i jap mendimin tim. Në këtë mes, i gjithë problemi është Casey. Casey duhet të ndanë komplet rrugën. Më fal, dua t'i iki me Stelinën apo dua t'i iki me Inën. Por unë ditë më parë e kam thënë se si funksionon shoqëria shqiptare dhe në fakt si funksionon bota. Në këtë jetë nuk mund t'i marrësh gjërat në qoftë se e ke atë natyrën e Stelinës me të bërtitur ekskluzive sepse bëhesh e lodhshme. Ndërsa unë e di që Stelina e bën prej zemrës së thyer, e bën prej fakti që e ka dashur Caseyn shumë dhe tani do me thënë vjen një X personazh dhe ja merr nga dora. Dhe në anën tjetër, Ina është kjo vajza e qetë, e dashur, pozitive, e ëmbël, por kur ka krisit e saj është më e keqe se Stelina, do me thënë nuk i del dot përpara. Dhe kjo lloj femre, le ta themi, në shoqërinë shqiptare, femra Inës ka qenë gjithmonë e fituar, sepse me atë natyrën që ka përdor, me atë në thonjza ta themi kopillikun e saj, ajo ka arritur që të merr vëmendjen dhe ka arritur që ta dëshmon, që do me thënë mund të jetë e suksesshme në jetë për të arritur qëllimin. Unë mendoj që Casey duhet të rregulloj raportet, do me thënë Casey mbrëm e përzjodhi Inën, ishte e pritshme që të përzjedh Inën, unë e kam thënë, sepse Stelina nuk i jep siguri Caseyt nga që Stelina është shumë bombastike si personazh, por unë mendoj që Casey duhet t'i ndanë këto raporte dhe këto raporte ndahen një herë mirë në momentin kur Casey do me thënë largon dorë nga të dy gocat dhe luan lojën e tij, sepse nga Casey, Ina dhe Stelina nuk jemi duke parë lojë përposht që shohim një luftë të madhe që është hapur me kësaj treshes për njëri tjetrin.